Nga ëndrat e një fëmije të frymzuar nga Star Wars dhe drejt projekteve që sot prekin hapësirën, Albon Rexhepi nga Gostivari është një nga profesionistët që kontribuan në industrinë që bashkëpunon me NASA-n, në kuadër të misionit Artemis 2, përmes kompanisë që ai përfaqëson. Rexhepi është i përfshirë në zhvillimin e teknologjive të matjes dhe testimit të cilat përdoren në fazat përgatitore të këtij misioni. Në emisionin Pastel ai tregoi se si u bë pjesë e këtij projekti madhështor. Domethënë Artemis disi, si që ka nëmin di në emrin, është faza e dytë e projektit të Artemis. Ky projekt është rrugtimi i astronautëve me anije kozmike për rreth hënës, domethënë nuk do të ndalen te hëna, por e bëjnë një rrugtim për rreth hënës e do të fkehen te toka. Do të fkehen me ndonjë 12 orëve, të ndalen përafërsisht të oqeanit Pacifik afër San Francisco, domethënë të Kalifornisë. Ky projekt ka filluar prej 2022, domethënë kur mbaroi faza e parë e Artemisit. Dhe ne prej 2022 merremi me këtë projektin. Firma që udhëheq unë, domethënë firma ime, krijon produkte për matje dhe për testime. Ne u bëm një demonstrim NASA-s për produkteve tonë, domethënë për çfarë mundësi mund të japë produktet tonë. Si dhe unë mora grupin e inxhinierëve dhe sipas ekspertizës të inxhinierëve dhe sipas produkteve dhe testimeve që ofrojmë, NASA na zgjodhi neve që të jemi një partner në Artemis 2. Ndërkohë bashkëpunimi nuk pritet të ndalet vetëm me këtë fazë. Ai thotë që janë në bisedime që pas kthimit të Artemis 2 të fillojnë përgatitjet për Artemis 3. Për momentin e kemi në kontratë që të bashkëpunojmë me ato. Domethënë pasi të krihet Artemis 2, do të fillojmë punët për Artemis 3 dhe shpresojmë të dalim në fund për shkak se do të ketë Artemis 4, Artemis 5 e tjerë. Albon Rexhepi është një shembull se si një rrugtim që nis nga një qytet i vogël por me ambicie të mëdha, mund të lidhet me projekte globale duke dëshmuar se edhe nga këtu mund të jesh pjesë e industrive më të avancuara në botë. Misioni Artemis 2 është pjesë e programit Artemis të NASA-s për rikthimin e njerëzve në hënë, ndryshe nga Artemis 1 që ishte pa ekuipazh. Artemis 2 dërgon astronaut për një fluturim rreth hënës si hap testues para uljes së planifikuar në misionet pasuese.